Zoti Guj, do doja që të flisnim për një temë që ndoshta po kalon në nënheshtje dhe pa u diskutuar qoftë nga politika shqiptare, që ajo ka peshën kryesore për vendimet që i ka dhënë pra palës greke, qoftë territorin shqiptar, detin prej 2009-s me marrëveshjet që nga partia që ishte më para, edhe me këtë partinë tjetër që është sot ai shoku im. Çfarë po ndodh me detin shqiptar që i është dhënë është bërë një marrëveshje me grekët? Flitet ka disa zëra që kam dëgjuar unë, do doja që ju që jeni marrë gjithmonë me pjesën e territorit shqiptar që dhe duke ju qenë falënderues për atë që bëni vazhdimisht që na i thoni, por nuk flitet gjithandej. Çfarë po ndodh në detin shqiptar? Unë kam një parim që në fakt e ka thënë poeti i madh Fatos Arabi që të duash adeun ose adeu vetë është dhimbje. Dhe duket sikur unë flasë ose marrë pjesë, por në fakt një kauzë është, mbrojtja e vendit, me të drejtën. Dhe kuptova që diçka gatuar keq, që në 2009, 2010, 2011. Ajo që ndodhi 8-0, gjykata kushtetuese u tregua dinjitoze. Pastaj ndodhi që u rihap çështja, ku u zgjot një komision i Ditmir Bushatit, se do vim ajo që Greqia po shpon në puth sot. Do vim ajo. Vetëm parantezë vogël, për 2-3 sekonda e përmbet. Dhe u zgjot një komision me Ditmir Bushatin krye, ku unë mendova që ti futem vet, jurist jam, inxhinier gjeolog, sepse Korfuzi vetë është lundron mbi një strukturë naftmbajtëse. Akoma nuk është vërtetuar që këta do shpojnë pusin, por nga pikpamja që krahasohet me strukturat e tjera tonën, ku unë kam dhe një figurë ndoshta famoze që struktura Sarand, Delvinës, Sasaj, naftmbajtëse. Struktura Patos, Marins, ata që janë gjeologë kuptojnë naftmbajtëse. Beratin e vërtetoi Shelli, naftmbajtës. Dhe kjo e Korfuzit nuk është më pak se këto. Njësoj. Naftmbajtës. Ka struktura, unë shansi i madh që kanë punuar me kompaninë amerikane, Hamilton Brothers, dhe kanë përgjithësuar i themin e zonën, dhe di shumë mirë që pikërisht ku është Korfuzi në të, çik më tej Korfuzit, ka struktura për të qenë naftmbajtëse. Dhe prandaj edhe grekët janë interesuar, se kanë gjetur në pjesën lidhje me, ka gjetur Izraelin në këto mënyra, ka gjetur Libanin në këto mënyra, edhe greku rriti intensifikoi marrëdhëniet për ta patur të vetën Korfuzin dhe 12.000 nga Korfuzi. Intensifikoi marrëdhëniet me Shqipërinë? Me Shqipërinë. Do thoni ju që shumë vetë thonë që jo po ajo marrëveshja e Firencës 1923, po ato nuk ishin ndarë qartë kufit detar. Dhe prandaj quhet delimitim. Delimitim do të thotë vendosje kufinsh ose rivendosje të kufive. Që pjesa Sarand me Korfuzin do të thotë ndarje në mes, po ndërkohë që ndarja që u bë gjithaj debati madh, ndarja në mes, ata e masin me metoda ku bashkojnë kepet, nësa ne bashkojmë gjire, do të thotë ne e masim me metoda ndryshme. Dhe ai fiton nga një kep ai, ta zëm greku, nga një kep këtu në një kep këtu, i fut një këtu ai, e fitoi këtë sipërfaqe për vete ai. Nësa unë masë me gjire, këtë këtu, pra metoda të ndryshme, mbasi matë me metoda ndryshme, pastaj bëhet ndarja matematike. Pse është gjetur kjo gjuhë që të marrë me metoda ndryshme? Po, bravo. Kjo është gabimi që po shkon që qeveria qëllimi i parë është në Parlamentin Shqiptar 2008 është shequr hapësira detare jona aty. Territoriale detare. E kanë hequr nga Sazani deri në Tongo. Që do thotë kjo ajo ka qenë një kufi pra nga Buna deri në Sazan, është një kufi që nga Via Bregore deri këtu është një vi. Fap kjo është hapësira territoriale shqiptare. Kjo nuk është e detit. Hapësira territoriale detare shqiptare. Nga Sazani për në jug nuk ekziston më kjo. E kanë heq. E hoqën, e ke sot, të heq. Po për çfarë arsye hoqëm? Po pra që kur të bësh ti ndarjen që do i parapriu pra. Që të preje kryq pastaj kjo. Parlamenti i parapriu bisedave Jako Bakojanis me zotin Basha. I parapriu ministri i jashtëm zotin Basha. Në mënyrë që ti kur të ndaje atje ku është plazhi Sarand me atje ku heq ai vinë e asaj vinë e kepeve të shkëmbive ku dalin në Korfuz. Dhe ti ndan atë, prandaj dhe s'u morën vesh ose gjykata e nulifikoi. Tani vim më të njëjtë shkencashi me ndarje të ndryshme, vim me pikavarash më të madh për palën greke, që do të thotë që nuk është më 6 milje, po është 12 milje, nuk është më 6 pra. Dhe kur është 12 milje.
Ndërkohë që 2000 Greqia do ta merrte të ekzekutuar, të pranuar nga lidhja e kombeve, nga kufite, nga UNCLOS-i, United Nation Boundary of the Sea, e merrte nga UNCLOS-i pra, e merrte të drejt 12 Ndërkohë që në 10 fikse tha zoti Tsipras, në 11 minuta tha zoti Rama. Por ne e njohim 12 Po ti pritet peshoj një, shiko ç'a bëhet një. Iku kjo. Pra u bën 2. Një që nga 6 vajti në 12, nga metodat ndryshme u bën 2. Tu fituan edhe ke para ke 6 me 12, edhe ke metode ndryshme fituan prap. Bravo, fituan prap. Bravo. Ndonjëherë është kënaqshme të kupton gazetari dhe bëjnë sikur s'kuptojnë tamam. Pra janë të thjeshta më vjerë. Prandaj edhe unë i futa si jurist se si inxhinier, sepse arritim. Po bëj pyetje tas Tiranës është bazë, bashkë me rregull, më falenderoj bile. Më shumë jam qytetar njëri i këtij vendi sa. Shiko, unë në 2009, 10, 11, 12, atë fjalë që thash ku dhambi për Adeun, unë bëj pjesë. Dhe mua arritim tha dikushi nga këta të mëdhenj të detit që kaj duhet di ishte dhe ti inxhinier që duhet ai. Unë futa Unë futa. Dhe kam bërë edhe 10 konferenca. 10. Kam bërë mbi 40 takime me të mëdhenjët të detit. Edhe i kam bërë takime me shënime. Dhe këtu në libri kam gjitha. Që nga gjyqtari Zagonjari, që nga profesor zoti admirale, Pashaj, Myslym, shoku im, kolegë, i kam gjitha këtu. Plus pasaj 70%, 60%, 50% ndoshta janë mendimet personale që është eksperiencë juridike dhe strategji nafte, edhe njëjtje e kam bërë UNCLOS-in që është konventa, e kam zbërthyer me majt gishtave vet. Dhe nga anglisha që di e tjerë. Pra, nuk jam njeri do si do. Dhe kam kuptuar këto gjëra, që ata fitojnë metodat e matjes, 1, ai fiton në 6.000, 12.000, 2, dhe ai fiton te pika e matjes. Pra, nuk e mat në Korfuz, që po krahasoi ishullin e madh të Korfuzit, po e bëj barazveshëm me kontinentin shqiptar. Se nuk krahasoi, ai e bën matjen në ishullin Othanoi. Othanoi është 12 milë larg Korfuzit. Dhe po ta bëj matjen te ishulli, do thotë që ishulli i merr pikë plota. Pra ishull me si kontinent. Po. Ndërkohë që ishull pa banush. Sot me 200 piluriot, 200 pi ka kapur 920. Çoban piluri, ngel në atje sot, 200 janë akoma. Dhe duke bërë matjen ke ishulli, që është 12 milje nga Korfuzi, që do ta bënte te Korfuzi matjen. Sepse ne jemi kufi i qëndrueshëm, Tongo, Saran, deri në Sazan, ne kemi kufi kontinental, i qëndrueshëm. Mirë thash, stabël, i madh, ndan një popullsi 3 milion, 10 milion me gjithë ta që janë jashtë, ne, Shqipëria. Do vinë ditë ata. Bie që jemi 10 milion. E si mund të krahasojmë një ishull që është 200 banorë sot. Edhe po të vej 2000, se tash po ndërtojnë pallate 7 kaçë ata. Po qojnë ushtar, po qojnë general ata. Për të që ishull i banush. Po qojnë tash ata. Është qartë, të kuptoj. Pra po i marrin ndoshta edhe po, atëherë, nëse ai ishullin ka 12 milë nga Korfuzi dhe bën matjen dhe shkon te 12 milë të tjera, se jepet drejta që ja njohti qeveria, këtë 12 milë, ai vjen mu përballë Karaburunit, përballë Derkales, përballë Dermia, jo afërsat, jo të Sazanit, Dermi përballë, ore Karaburun përballë, Qafë Llogaras përballë. Po, Qafë Llogaras fiks që bien. Që do të thotë që kufiri jot kontinental nga Karaburuni deri në Tongo ose në Saran, ky kufi përballë ka një shtet tjetër që s'ka mundësi mo Anglia tokë ka det ka vetveta në det, nuk ka tjetër njeri. Kalon hapësira, pastaj vjen Norvegjia, bie fjala. Ka hapësira e tij territoriale. Nëse aty do vjen ti s'ke hapësirë territoriale tash. Ti ke plazhet, edhe ti për kaluar në Itali tani, nuk e çan dot përmes nga Imara, nga Dermia, nga Saranda. Pa gujtaraçin aty, pasur detyrime të tjera. Ose thonë ai nuk duhet fare kalon. Po nuk duhet. Pra, ai mori tash një sipërfaqe detare, në qoftë se në kohën e viteve 2009 Berisha, çansi e gamre, që edhe ai vetëm që e futi në lojë këtë që duhet ta fuse me shumë integritet, nuk e futi me integritet. Po e mori përgjigjen 8-0. Dhe aty u mbise 15 km2. Sarand Korfuz. Ndërkohë tani u mbet 324 km2 dhe llogaritet bën nga ti si kanë bërë këto llogari. I ka bërë profesor i navigacionit Osman Metalla. Atë kam mësuar, ose edhe të tjerë që kanë pyetur. Po 324 km2, por mik i dashur, është sipërfaqe ujore, që është peshku, ose ania që lundron, është sipërfaqe ajrore,
824 të tjera, dhe është e këtij. 2, e sipërfaqja e thellësisë detit, që ka naftë. që e ka priti, s'ka më të naftë. Janë 3, sipërfaqja e thellësisë detit janë këto, 1000 metra, aty deti është i thellë 200 metra, 100 metra, 1200 metra, 1000 metra deti i thellë. Është 1000 metra deti aty, se është kuncisë Otrantës. 800, 700, 600 i thellë. E ka ting ai. Edhe po aq sipërfaqe të në tokë që është nafta. Pra ai merr 4 nga 324. Dhe ti tash i vetë në Hag, që ne e quajmë konferenca tona, Haga, ja ku është ai që merr. Shive çfarë merr ai. Dhe ti e quan, ti vetëm me dakordsi, ti ke rënë dakord më valla. Ti e di Rama, kryeministri, guxoj ti thas ne jam, urdo. Duhet dalë te kjo tani, si kanë rënë dakord? Pra, po ka rënë dakord. Greqia ka pasur influenca të tjera, mbështetje të tjera nga shtete të tjera, apo këta kanë bërë një pak për të fituar vetë? Po, e the vet. Po, absolutisht në shtetet e tjera. Nuk ka presion ky. Nuk ka presion do që të vi Anglia, Gjermania. Po jashtë Greqisë, po nuk ka. Nuk ka dalë në një dhënë që Anglia, Franca, sikur ka mbështetur Greqinë, ka marrë të Shqipërisë. Nuk ka presion. Ose mund të jenë i nëndeshur, nuk dihet. Por ky po shkon me dakordsi pra. Edhe ne themi në konferencat tona, Haga, noterizim i humbjes. Çka ka fituar tjetër që ka dhënë këtë gjë domethënë. Se okay, edhe i marrëdhënia me ne të dy, do të thënë, nëse do ndërtohet diçka, do të jap diçka që të japësh diçka. Çka ka marrë? Çka ka marrë Shqipëria më saktë? Po bravo. Gjithë politikanët shqiptarë dhe gjithë akademikët shqiptarë, gjithë do të thotë 70%, 90% se s'mundi bërë dot 100%. Këta kanë fritë nga dy shtetet qinj, Jugu dhe Veriti. Dhe të gjitha gjërat janë në tutelen e tyre. Slavi është 41 sot, nga 141 kur formoi Partia Komuniste Slavët. Edhe sot ata vendosin që çfarë do flasësh ti, çfarë do shkruash për etno kulturën, për gjuhën, për historinë, e din ata atë. Në qartë. Që të vinë kapin, që e kanë ëndër të kapin Durrësin. Deri në Durrës duan e kanë ëndër akoma sot. Sikundër këta kanë kur vjen Mitsotakisi në Gjirokastër, edhe thotë, që unë këto kap. Kujdesuni për shkumbinin dhe. Porosi, masi tha Gjirokastra, minoriteti, flamuri, dropulliti, tha këto gjëra ai. Gjua ju jeni të persekutuar minoritetin në Shqipëri. Ne kemi vëllezër. Me të ardhi komshin, shtëpia më thon kujdesu për gruan. Po, kujdesu për gruan, kujdesu për shkumbinin dhe ai. Kujdesuni për shkumbinin, për pas ana midisore, pastroni, e hodhi atë. Pa, tjetër, ç'a bëri? Vuri emër. Kryepeshkopi që vdiq në Tiranë para 5-6 muajsh, ka 2 emra. Një emër shqip dhe një emër grek. Kryepiskop. Por çdo tot emër në varr. Po është dhe i pare, ai nuk lejoi që të njiheshin kryepeshkopët e tjerë. Bie fjala Panol, ai kryepeshkopi i Ardenicës. Vazhdojmë ky Visarovjani Elbasanit, që ishin peshkop të kishës, kryepeshkop të kishës autoqefalle shqiptare. Nuk i njohej diktaj. Varet e tyre janë me bare. Pas një plakat nuk i vuri dodhe, që quhesh i parë. I parë do të thonë në 2 emra, i varosë. Dhe zoti kryeministri, se çfarë donin 2 kryeministra në varimin e tij hajde gjeti. E kupton? Edhe vend dhe çfarë nuk thon që kombi shqiptar i lindi, thot zoti Rama në varimin e tij. Po çdo to 2 emra, edhe çdo to kryepiskop, do të thotë që qofse unë pretendimin e kam deri në bie fjala Berat, Tepelen përmet Himar, tash me këtë që vi me hapësira detare, vi deri para Karaburunit, pra u bë hapësira detare e shtetit fqinj. Ndërkohë në toka i Himar Dermi i ka të vete, se po të pyesin i Dermias, sot, para një jave, i themu inxhinierej. I tha, o ti e nga Dermiu, i tha, ti e nga Mirdita, nga Kruja. Po e the babi tim të vretej. Po i themu, po, pse? Po e gjeri. Nuk e pranoj që është nga Mirdita? 80% e tyreve, sigurisht që ka pas Dermias dhe i Mariot, 20-30. Ore 50 ka pas. 50 erdhën këta nga Kruja, që shkuan mbas Skënderbeut për në Itali, s'kishin busull, i mori era, i themu Dermi dhe në i marë. Qa ka kujtë keq? Gjileka, Gjiknuri, po pse nuk e pranon, okay. Nuk e pranon edhe të vret, ai tha të vretër. Edhe njerë, e kam time personale. I them që, me shakap, nuk e pranojnë bërë, ore ai kam bi emër Koka dhe e bën Kokas dhe jam grek të në Dermi. Kokas. Po që e Koka? Po i thon Kok. Tha, jo jam Kokas, nuk jam Koka, jam Kokas. Po ke kokë është mbi emër shqiptari. Përveç se politika po na shet, po ne përshësim edhe vetën tonë. Dhe kur vjen tani që ti bie shkurt, kur vjen ai me këto toka që njerëzit i ka kthyer, këta njerëz që punsonin edhe ke pusi amerikan, që ka pra çfarë bën me pusi të pyetej edhe. Po, me dal tek ajo, çfarë po bën sot domethënë? Atëherë me pusin që ka projekton dhe do ta shpojë me kompania amerikane. Tani? Tani.
Tani na Kjo zonë. s'po në media. Po mirë, po media nuk flet shumë gjëra tani apo. Po mirë, ato janë vërtet tash, janë çfarë temë. Dhe ai thotë që do punsoj njerëzit duke dhënë rrogat majme këtyre që janë nga Shqipëria. Një kjo. Të kokasit. Duke qenë këto kokasit. Do jashtë me kompani amerikane, shqiptari e ka idhull Amerikën, nuk ngrihet dot kundër tyre. U bën dy. I them Agës që ky pusi këtu tregon që është toka ime. Po pa e marrë në Agë akoma. Ai e bën fakt që është tokën time thotë ai. Po. U bë edhe kjo treti. Ndërkohë që shkon me dakordsi, nuk shkon me kontradiktë ai në Hagë. Se fare mirë mund shkon në Hamburg dhe në Hamburg mund të ngrihesh për në Hagë. Ndërsa në Hagë do të thotë që ke vatu ke ka diu pra. Dhe kur ta ashu ka diu, s'ke ku angohesh me ti. Kështu po vulën. Po, kur ta ashu ka diu. S'ke ku angohesh me ti. Kjo është Haga. Po ndërkohë ai është shtet arkipelag. 14.000 ishuj. Ka ministri deti, ka eksperta deti. Ndërsa ty do vinte Ditmir Bushati, ku ndehet nga 20 vetave me mjekër. Po ty iku Ditmiri. Presidenti nuk ndërtoi komision tjetër. Zoti që ishte në atë kohë. Ilir Meta. Nuk ka më komision pra, është vetëm ky pra. Shoku jot, ky i gjatë. Vetëm ai është negociator, nuk ka më komision të negocioj. Tjetër, ky që vetëm në Hagë. Ky që vetëm në Hagë. Haga këtu, Haga aty. Po pra, Haga këtu. Ky nuk e ka diskutuar me presidentin. Me presidencë. Prit me qeverinë. Prit me parlamentin. Prit me akademinë. Prit me komision. Prit me këta thoj, me admiral. Me admirale janë fuqishëm, njerëz që dinë valla. Zoti Vladimir Beja, zoti Monsieur Pashaj, zoti ky Alfred nga Vlora, i uruari. Zoti profesori i navigacionit det Osman Metalla. Alfredi, shumë. Ka plota, ka ekzistojnë. Ju që e njohin. Si që jam u për natë me gjitha dhe kolegë. Po të konsultosh që mua zoti kryeministër. Ç'a bën bankësi? Si e merr të naftë? Por pse si marrë të vendime pa njofuar dhe qytetarë, njerëz shqiptarë. Fare. Prandaj po ta them se fare këtati. Dhe ndërkohë që kjo është vulloz, ka shkuar në Hagë. Ndërkohë që në Hagë ka shkuar vetëm një rast në botë, që është Afrika me Madagaskarin. Vetëm një rast. Për të thënë që Haga ditë ndaj. Ndërkohë shkuar jo të dakordsuar. Bravo, jo të dakordsuar, kontradikt. Ti s'po çon kontradikt. Ti po çon dakordsim dhe kanë dakord 12.000. Po vëm vulën ai. Që nesër ti po duhesh me shumë në Hag, s'ka nevojë me shumë ose ne nuk flas më. Mbaro, kaq kisha. Edhe the vet. Është. E the vet. Okej, kuptova apo jo? Kuptova thua ti, por kisha po to nesër ndoshta mund të thonë që Shqipëria mos është e shqiptarëve. Po këtë duan bëjnë këta, këtë duan. Prandaj edhe unë nuk kam gjë me zotin Rama, që shumë njerëz që keq kuptojnë ti edhe përgjigjen në ashtu. Po e marrë si politike gjë. Fare. Kur unë i mbledh që zoti Rama po bën një faqe tjetër. Shet Butrintin ke kryekomisioneri më i poshtër, Richard Hoxhas. Kryekomisioner dhe thotë që Shqipëria u dha pa dashje në 1913. Ose Butrinti e mori i dha Shqipërisë pa dashje, thotë ai. Kur Shqipëria ato luftoi veneciani me turkun, thotë ai. Në tokën shqiptare nuk e përmendë kurrë Skënderbeun. Si punë kësaj janë 66 citate që unë kam trajtuar në libër. Butrini, po desha më sillni Butrini aty. Shikoj aty në tavolinë. Dhe 66 të tilla ai e denegron historinë e popullit shqiptar. Butrini quhet një libër blu i madh, diku aty, shikoj atë ke atje. Dhe mbasi e denegron ti ai vije kryekomisionerdi. Dhe nga 2 milionë euro që merrte Butrini sot merr 10 milionë euro aty. Edhe i merr vetëm ai, shoqata. Pra, nuk është që ai u bë 10 milion dhe këto ndajnë për të mbajtur kalane e Beratit, për të mbajtur ja urdhë Butrinti, anglisht. Anglisht vllai jote. Edhe shqip, siç e ka bërë ai Richard Hoxhas. Shqip dhe anglisht edhe unë. Anglisht e ka edhe shqip atje. Edhe vetëm për një shprehje këtu, që edhe mund t'ja them. Vetëm për një shprehje këtu, që thotë që urdhoni Butrinti, sometimes Illyrian, sometimes Epirian, sometimes Arbnor, sometimes Albanian, shqiptar. Never Greeks, never Hellenian. Edhe për këtë shprehje di ministri e kulturës, do ta them sot,
non grata dhe Gregu, më thanë që mos shkohën në Greqi, sepse e ke adi emrin me të madhe, se kam thënë në herë, por nuk dua që bëjmë këtati. Po me... Jo, si erdhi rrjedha vete që. Po nuk dua të them që jo unë jam non grata. Non grata? Po atje, po se kam frikë fare, mirë kjo. Ke shkuar, ke provuar? Jo nuk kam provuar, po më kanë thënë që kanë shkuar. Këto kohë. Ma kanë thënë njerëz që kanë atje emrin tim atje, fat. Edhe që nga 300 shqiptarë gjithsej. Ç'është ai që gjoja ky gazetari Pilana ai tjetër. Janë shumë vëllai çfarë. Po qartë. Edhe nuk e ndjej për në një humbet madhe, ta bazë bëj pushime me krenar që dhe për këtë fjalë vetëm dërgohet dikushi edhe më thotë hiqa të shprehën që të marrë 70.000 euro te Beratit. 70.000 euro shtëpia e babait, shtëpi UNESCO. Ta ka thënë dikush që po hiqa të shprehën që të marrë atë 70.000 euro. Dikush i ka edhe nuk ma vati. Pozicion këtu domethënë? Po pozicion i madh Shqipëri shqiptar. Deri në hiq atë që të marrësh atë që më takonte. Po, që takon. Edhe shikoj sa ofendojnë sa janë. Vetëm ti dhe një humbun kala nuk e morët. Edhe këtë të ka thënë? E ma thandi. Edhe ti dhe një humbun, po psere, po ja tha ti ke shkujtu, tha që, unë kam shkujtu aty brenda, që Ministria e Kulturës dhe Ministria e Arsimit thonë që Butrindi është koloni greke. Në kohë që Butrindi nuk ka qenë kur koloni greke. Nuk ka shkelu kur kem Eleni, kem grekut. Nuk ka shkelu kur. Histori, vetëm romakët pensionist kanë vajtu në kohën e Qezarit Augustinit, dini bëni pushim, ta nëjë quhet Butrindi. Edhe e tot vjen nga fjala buall qerë e Greqisë. S'ka lidhje fare me grekun, Butrindit. Fare. Në Apollonia janë disa tregtarë, Apollon. Në Greqi dhe në Apolloni, po ndërkohë vërtetua nga Avardi, që çdo person, që unë e thash ke Keldemi 3 javë përpara, e kam këtu libri, që çdo person shqiptar e vërtetojnë 100% shkallën e prearës nga ilirët. Një fëmijë, thotë ai, fëmija në Apolloni, flet më shumë, e ka 100% gjak i lirë të epokës së Ehrit. Dhe thotë që në Shqipëri, në 1500 vare, mund të gjendet 1-2 kalimtar, thotë nga Egjipti, nga Greqia, Vareza, 1-2-3 kalimtar, mund të jenë tregtar, administrator, por 99% popullsia shqiptare, Apolloni i Durrës, vjen nga popullsia ilire. 99%. Pra, Atenea, flet më shumë gjuha e vjetër shqipe, fermeri i parë shqiptar në Linë, gjuha flet më shumë. Këto janë 3 shpiket e mëdha në 2023, Lini, qyteti më i vjetër, fermeri më i vjetër, gjuha shqipe, gjuha më e vjetër, 8500, kjo nuk është në akoma, që me anti një prem Tanushi që zbulon këto, dhe unë i kam po i kthej në libra, që jam brenda Ken Keldemi, është shpika e tretë edhe guri themeltar, kilometrik i shqiptarëve, që gjaku shqiptar, gjak 3000 vjet kohës bronzit, para Herson, 2000 vjet kohën e Bakrit, edhe 1000 vjet kohën e Hekrit, gjaku shqiptar 100% gjak i lirë. 100%. Edhe mashkulli, thot ai, e ka 100% se femrat serbe edhe janë përzirë ndonjëherë thot me meshkujt shqiptar thot. Po nëse populli neolitik 8000 vjet në Europë, kur erdhën dyndjet visigode, u ndryshuan shumë karakter Adnedi. Shqiptarët kur erdhën dyndjet slave 500-600, avar, slav, got, visigod, totila, çakadi, nuk e ndryshuan fare, nuk mendoj nuk ashtu. Prandaj edhe dyndjet slave janë në Lugina. Dhe do të thonë që Shqipëria ka qenë kështu e madhe, bashkë njesh, Albante Kaukazit me Albante Shqipërisë, dhe kur vjen dyndja, vjen qanë Lugina, dhe prandaj ti nuk e ke trumullakët kufirin e shqiptarëve. Po e ke me futje medalje, sa është futur ai slavi ose barbari. Dhe prandaj i ke me kanale të mëdha me dy. Është mbrojtur ai shumë prej vitesh kundër mal. Edhe shqiptarët thotë ai avardi, rron në të njëjtin mal, thotë ai. Në të njëjtin det, në të njëjtin bregdet, në të njëjtin fush, në të njëjtin kala, me të njëjtin adnetot. Adnea që është më i madh se gjua dhe sa fermeri. Këto pushtetarët nuk kanë të njëjtën adnë, domethënë. Këta jo, po pse Edi Rama nuk është shqiptar? Si është shqiptar? Po se shqiptar është katolik nga Afganistani, pastaj përzier rrugës, përzier rrugës me çat, po pse i man puture dhe? Si nga Afganistani është? Ora pse i man puture po të pyesun ty? I man puture për mua dhe jo. I man se 3 gjaku pra. Kaç kupton? Ja 3 gjaku. Është Karakaçana pra. Karakaçan nga ta pjesë me keqe ty, se Karakaçan çan. Erdhën i thirrë Ali Pasha për gardhe, për të lyer shtëpinë, për të mbajtur hekura, për të çuar në mal. Edhe po kryeministri. Edhe pastaj bëni lagje këta, lagja e Durrësit, Lagjestani. Edhe në 914, ja të ke këtu, që këta Karakaçan
Në 914 u kthye në minoritarët. Kaq. Thot ai, 1914, kur antarët grek erdhën në Shqipëri dhe dogjën 370 fshatra dhe vranë 6.000 njerëz me spuar në bark, 6.000 njerëz shqiptarë vranë, 6.700. Dhe këta morën zemër aty. Kundër Beut, kundër Agajit, kundër shqiptarëve dhe eri dita jonë. Edhe kur I thaj Shabani, çfarë patë I thaj? Kush ky Endri Shabani? Shabani në Qam në Merkat. Se pa vllain të lidhur Muratin. O Murat kush lidhe? Me lidhi Vasili dhe. Çfarë thotë? Pa ish, e kemi mbajtur me bukë thaj. Edhe këtë o Vasili thaj, çfarë patë thaj? Po mendova thaj se erdha andartë thaj me erdhi fuqia dha. Edhe ushtoi darga ai Shabani dhe. Darga mish thiu për krishterët, mish lope për vete, për fisin e vetë, edhe tha kështu do shkojmë prapë edhe. U pajton prapë? Jo, I pajtoi Shabani fisnikë, por o çam fisnik. I pajtoi kështu do shkojmë dhe o ti Vasil, o ti Kristo, o ti Sotir dhe çfarë janë ju. Se çamat janë fisnikë? Po shumë fisnikë. Po unë ke librin bie librin tjetër, 42 akte fisnikërie të çameve si e vriste me pambuk grekun. Po pse sot I thonë që çamat thonë se e bërin veri, pa që I thonë çam të pabes, pra. Që çifut çam çet e tjera. Në mënyrë që ti ta shohësh çamin si një greku lig që erdhi. Edhe unë prandaj kam bërë libra për çamin. Prap lidhet, prandaj po ta bëj si pyetje, lidhet me gjithë se çka them më para, thonë që të kanë nxitur urrëtie edhe brenda nesh për çarje, pra që çamat me shqiptarët të duket që s'janë bashkë, që të shohim kështu si çamin me mirë para se ta bëj. E shpiku në verje, Që ta ketë edhe më kollaj për të na uzurpuar, për të na privatizuar, për të marrë tokën tonë. Ta mbyll gojën tash. Çfarë do them tash? Po me vetë shumë bukur, I kuptove. Me uzurpimin e shqiptarëve të çamërisë atje, domethënë që I kanë për ta mbyllur tani këtë, meqense kemi kap vetëm pjesën e jugut andaj do të thënë të temë. Ço çam von tash. Me tokë, me ligjin e tokë, a do t'i marrin çamë tokë? Po dëgjoj euro. Vetëm nga çmorave. Pse bën pyetje më atë? Do mbyllësh apo jo? Okej, më fal. Tani duke marrë ai detin, duke marrë dhe prapa tokën te Pelen për me, se ti ke monument për ushtar grek. Po. Në kohë nuk janë ushtar grek ata. Janë ushtar çam ata aty. Se në vitë parë ishin çami. Çam musliman, në vitë parë dhe. Një kjo. Edhe ai e thonë që ku bie ushtari grek thotë ai. E thonë to greke ai. Ku është vari? Vërtet e ka atë. E ka në kushtetutë. Ku është vari kryepiskopatit, është përsëri kish greke. E mori e tokën ai. Nëse ai merr me Finiqin, me bashkinë do bëjnë ta kod zgjellor tani, që Finiqi dali kufi, do Konispoli shkrihet në Finiq, o ti, do dëgjosh apo jo dhe. Konispoli o Gjatasini, një nati, shkrihet në Finiqja. Muslimani është qytetari dorës 2 e 3 atij. Sepse po të vësh re Finiqin ti, çka ka zonë krishtere në qendër, I ka me tortuare shtëpidej. Kur vjen ajo zona muslimane, s'kam keti. Po unë e kam thënë një herë dhe më kundërvuan çadi, po unë jam nipi ja bëj faqeve, do ta them nip, se nip si bie. Do ta them se dua vendin e vllajt. Më dhem. Iku këtë. E bëri Finiqin ai kufi me grekun nga Tongua, ajo Zara, edhe deri në Jorgucat, e ke Finiqti këtë bashki lidhur me grekun. Po bëhe dhe I marra, po bëhe ura, I marrë Finiq Greqiti. E mori prapa tokën ai. Atëherë çfarë do kërkosh ti? E pirë tokat. Sepse ai thotë që ja kufi, ja Greqia, Ambrakia edhe në lindje, në Athinë, ja dhe pirin e mori ai, ja dhe merr të pjesën sipër vorjo e pirë, që nuk ka një harë. Po më gjete mua një harë ti vorjo e pirë, unë kam ka qintat të piri këtu në zyrë. Po më gjete një harë ti mua që quhet vorjo e pirë, vetëm në mendë greke është. Dhe po merr dhe vorjo e pirin këtu ai, që është ky e piri? Atëherë ti s'ke det kërkosh me toka çame. Sepse ato ai Greqi këtu, edhe ky e piri që ta thonë që është toka jon, s'ka mundësi të jetë tokë ty, se është midis. Prandaj topi bëjnë me ritme shumë të shpejta këto si po plotësohet 100 vjeçari. 100 vjeçari, bravo, 100 vjeçari. Nesër ne kur nesër 100 vjeçari ka kaluar. Po, eksakt, ja kjo është. Ja prandaj ku jemi më shumë të pushtuar ne. Po ne jemi pushtuar nga vetvetja më shumë, nga këta që politikanë. E qartë, këtë pa diskutim, si këtë po e themi qoftë edhe këtu nga brenda, po qoftë edhe me marrëdhënie me shtete të tjera kufitare që çdo ditë më shumë po vinë, po futen këtu po e privatizojnë, por nga pjesa e jugut, pra me Greqinë, nga pjesa e jugut, po. Tiranë e lartë. Torojnë këta dhe Tropajan, Kuksian, Hasjan, Matjan, vazhdo. Këta zo lëshojnë Shqipërinë dirë.
Marsi e madhe, Shkodër, edhe unë i shoh ke shtëpia ime dhe. Kur vjen një në shtëpinë time, nga jugu, edhe flet italisht dhe greqisht, edhe i them unë ta gjej nga je edhe unë. Me fëmijë. Vazhdo fol po ashtu ti. Vazhdo fol dhe unë ta gjej nga je edhe unë. Ha dhe, ti je nga jugu dhe unë, je edhe fshatare edhe, që të kalën e nderi pa dignitet. Edhe të duket kultura romake, që ka qenë barbar romake, dhe kultura helene, të duket më e madhe se kultura e pirë dhe e lirëve e së gjyshve ty. Edhe ti haron gjuhën shqipe, edhe i thua fëmijës italisht para shtëpisë time atje, jo para shtëpisë time, po në një bisedë të thjeshtë, vetëm kur e pa di keq, jo këtë keq e mami, e pa di keq, se do binde fëmia. Edhe i folin gjuhën e vet ajo. Edhe i thënë ti je fshata. I foli ajo vës. Po i foli ajo shqipëse. I foli brenda. Edhe i thënë ti je nga jugu dhe nga fshatare. Tash është keq, ti nuk keq. Që unë s'u vjen mirë, po janë të vërteta. Ndërkohë që mat e lartë, Tiranë e lartë, nuk do që fëmia mos di gjuhën shqipe. Nuk do që ai mos di të marrë një libër profesorit atje. Se edhe me gjyqmime e jap ti. Po kur e jap një butrinë shqip, sa doj, dhe këtë e merr falur, çojë në bibliotekë dhe anglisht atje ku banoni dhe unë. Edhe një nga ajo nuk e bën. Vetëm duhet të jesh shkodran, Koksian, Tropojan, dhe kur e mori Tropojani dhe i Kosovës, nga Gjilani, edhe i thash t'jap një letër ta mbështetësh librin. Jo, thaj, do ta mbaj kështu, tha, e do dalin beratë. Po e do t'jap një letër ta puthi, jo, nuk e ta mbaj kështu. E do doli me librin tim e u thonte berati, që ta linë ke makina. Pra këta janë shqiptarë që do ta bëjnë në Shqipëri, po megjithatë, unë i bëj thirrje njerëzve të mirë, edhe qoftë ai Fjerake Lushnjare Beratas, i bëj që ka plot, se këta janë të pakët që tham ne për shqiptarët e ju, vlonjatët janë, Kurveleshi, po këta janë zona të mrekullueshme, se thoshte greku që u çati bëja të Kurveleshit, e labi do që ai me atë takije, me atë antenën, se do kisha marrë 100 Shqipërinë. Pra, kemi plot, patriot, trima, dhe edhe gjithmonë do ketë, edhe them dhe bëj thirrje. Po që situata është bëj thirrje që të jem bashkë. Të jem bashkë. E para për denoncuar aktet kriminale që bën një politikan vendi, nga Afrika e bën ai, ose mjafton t'ia kujtosh atyre, që është libër diturim për të kujtuar atyre, pas mora 70.000 euro, unë punova vetë me Menusen, e me Diem. Po çam gjeti mua, se ke ide sa krenar jam, sa mirë bëra që, sa mirë, faleminderit o Eva Margariti që s'më dheja doti. Nuk e ke ide më sa mirë pas ka qenë. Do kisha marrë 70.000 euro, jo se do më kishe në tutel, po do gjithë jetën do mendoja që ma bëri shtëpinë shteti ose Eva Margariti. O të falenderoj shumë o Eva, ku je? O të falenderoj shumë. Haj, shumë falenderoj që s'më dheja do lekë në dëshmërinë time, haj. Të falenderoj shumë dhe të kesh shëndet, Faleminderit. Ti je mirë dhe gjithmonë me mesazhe të japësh, në rizjosh herë pas here, s'po kuptoj, nuk u marr vesh. Të përshëndes shumë.